Shikues të Radio Televizionit 21, e pam bisedën që ishim me kryetarin e komunës Pejës, kurse me njëre pas bisedës e kryetarin, sa është do të kaloj një pjesë tjetër të emisionit Një kafe me labin, ku po thuaj që jo vetëm për Pejën, por edhe për gjithë Kosovën, duhet më mburë që e kemi të vendit tonë, e kemi qytetit Pejës, në ka zbarë ftyrën dhe vazhdon tjetë krenaria e sportit shqiptar, por duke mos e haruar asnjëherë mbështetjen kryesore dhe shtyllën kryesore dhe barën kryesore që kanë bajt gjithmonë pranë saj që ka qenë. Kam kënaqësinë që në studion e emisionit Një kafe me labin pikërisht në qytetin e tyre, në qytetin tim, kam kënaqësinë që kam Majlinda Kalimendin dhe Driton Kukën. Kam kënaqësinë që u kam dyve në Pejën tonë. Unë thash që krenaria e gjithë shqiptarisë, kudo që është, por mbi gjitha Peja duhet më mburë edhe duhet me konë shumë e lumtur që e ka një Majlindë. Faleminderit. Unë e di që Majlinda dhe Toni përtuaj që vazhdimisht janë në prova, në stërvitje, në ushtrime, tash këto ditë për sa keni ardhë, por para se të fillojmë të flasim dhe më thonë për gjanat cilat do të vinë, duhet më ndalë pa tjetër të Peja, duhet më ndalë të ka e përjulla ndështë Majlinda, fillimi, shtytja kryesore, pa kushtet mjaftueshme, Toni me vetë forcën e vetë, gjithë shka arritën që ta dëshmoj që Majlinda duhet me pas për krajen, jo vetëm Pejës, por edhe gjithë Kosovës. Japim përparësi Majlindës. Majlind, i kujton ato ditë të para? Po sigurisht, kom qenë 8 vjeç e gjys, ndoshta 9, edhe e kom theksu shumë herë që palestra e gjotës është shumë afër shtëpisë, edhe kemi shku ashtu plot shoqe, grumbull që kemi qenë, edhe veç me provu. Mirë po, unë e kom gjetë veten shumë mirë në atë ambient, edhe pse në fillim do të thotë nuk e kom di se çfarë sporti është judo, edhe si fëmijë kom qenë e butë, edhe ndoshta kërkosh s'ka prit që unë kom e vazhdu më marrë me atë sport, mirë po thjesht jam ndi mirë aty, edhe gara në cilën kemi shku, do të thotë ka qenë gara e parë në Sarajev. E mbajnë men mirë, gara në parë? E mbajnë men shumë mirë. Hoteli nuk ka qenë as pak i mirë, po ka qenë një raport që kom qenë hotel edhe mu ka do këqaq i mirë, sa që kur delshim qytet me nëzi preqa mu këthin hotel. Se ishë interesant do të thotë për herë të parë me shku në hotel. Mirë po, ai rrethi cilin e kemi pas atje, shoqet që i kemi kriju, e që nuk janë këndo të shqiptare, ka qenë një raport që kemi taku do të thotë vajza tila nacionaliteteve të ndryshme, edhe po mendoj që kjo ka qenë momenti kur mu gjodëm ka hy në gjak. Mirë po me kalimin e kohës, ka qenë shumë e rëndësi që unë si fëmijë kom dash gjithmonë që ka pëdu njët, edhe shumë kisha qef me konë dikush, nështë nuk kom mendu shumë për fame sa kom dash me i bo print e mi, më mburë me mu, edhe e kom pa që për mes gjodës këta mu i me arrit, kështu që kom vazhdu me punu seriozisht. Po, e përmendis se në fillimit kemi qenë shumë shoqe kur kemi shku, dhe më thonë në palesër. Sa shoqe kanë betë? Prej atyve që kemi shkua, veqone. Nuk e ka pas atë vullnetin që ke pas ti? Jo, ato kanë nështru diku 6-7 vjetë pjesa ma e madhe, ma vonë diku janë regjistru në fakultet edhe se di as vetë qysh, po janë tërhek. E unë e qysh si fëmijë më konë shumë serioze dhe e kom dash gjodën me shpirt. E ceka e kom gjetë vetën shumë mirë, edhe realisht kur bëj gjodo mdina ma mirë se kur bëj qka do tjetër. Toni? Po, pe plotësoj pak Majlindën, do më thonë, e ceke që qysh në fillim pas luftës, ne kemi pas pëthujse të ndërtume palestrën e sporteve luftarake, gjithësisht judos, edhe ajo gjenerata e parë që kanë ardhë në bas përfundimit luftës diku në fillim të vitit 2000, në atë grupë ka qenë edhe Majlinda, me të vërtet ka qenë një entuziazëm i madh edhe një energji shumë pozitive gjithë fëmijëve, ka pas shumë fëmijë që kanë stërvit ma shumë se sot në bas gjithë këtyre sukseseve, edhe gjithë kjo entuziazëm, gjithë kjo energji ka ndiku edhe në mu që të filloj, do më thonë, Majlinda ka shku në garën e parë ndërkombëtare që pas një jave, që sot nuk mund të ndodha jo. Ideja ime ka qenë që në përmes udhëtimeve
ta gjej një modus që këta fëmijë t'i mbajnë klub. Sepse e di, kom përjetu gjitha, domethënë kom fillu edhe unë si fëmijë dhe jam ndërtu derisa jam bo garu si pjekum. Edhe faktikisht, po më duket që ka qenë elementi qëllum, se Majlinda gjithmonë këto prononcimet e veta e cek që ajo gara e parë në Sarajevo ka qenë një prej atynve që e kanë bajnë, ndoshta tash udhëtimi i arshëm e ka nxit me stërvit për me udhëtu. Edhe gjitha ato vajzat që tha Majlinda kanë stërvit, ndoshta edhe ato kishin vazhdu me qëndru në klub, po Majlinda e ka pas një fat, ato ndoshta kanë qenë pak më të vjetra, edhe pranimi ynë ndërkombëtar, marrja pjesë në gara zyrtare, ka ardhur pak më vonë, vitin 2009. Ndërsa ato kur i kanë bërë atë moshën 6-17 vjeçare, kur është desht, do të thotë me bë gara zyrtare, kur është desht, ndoshta me gëzu edhe privilegje materiale, sepse kanë pas një kvalitet, ato faktikisht nuk e kanë pas atë rast. Edhe ndoshta kjo ka bërë që të marrin drejtime tjera të jetës që është krejt normale. Edhe Majlinda mandej ka vazhdu, kanë ardhur edhe gjenerata tjera. Palestra ka qenë, domethënë, ajo pika kryesore. Në fillim normalisht më shumë jem bazu në udhëtime me forcën materiale familjare, më thonë. Shumica udhëtime janë zhvillu me mjete vetanake. Mirë po sot po shihet që gjitha investim është një farë forme është kthy. Nëse jo aq shumë në formën materiale, atëherë në formën e përmirësimit të imazhit qytetit, shtetit, sidomos shtetit, sepse na kur dalim jashtë shtetit, kur kush se përmend pejen, kur përmendet Kosova, edhe po më duket që ja kemi arrit qëllimit, edhe faktikisht kemi bërë që një sport i vogël tjetë në ditët e sotshme krenari e sportit Kosovës, po jo vetëm e sportit. Unë besoj që Majlinda është emër me të cilin Kosova ndoshta në masën më të madhe e ka rregulluar imazhin, dihet që edhe shumë sportistë tjerë jashtë po shkëlqejnë, por megjithatë ata janë të ndërtuar si sportista në shtete tjera ku kushtet janë shumë më ideale. Mirë po në përgjithësi kemi tregu botës që edhe ne në Kosovë dim të ndërtojmë sportistë kalibrit botror, edhe ne dim të ndërtojmë njerëz me të cilët mburret jo vetëm Kosova. Majlinda në një kohë ka qenë figura kryesore e Federatës Evropiane Judës në raport me kontinente tjera. Do të thonë, me të vërtet ndihna mirë që sot pas shumë asaj, pas shumë peripetive, mundimeve, sakrificave, sot është arrit një rezultat i cili do të mbahet mend gjithmonë, sepse titulli i kampionit botror është arrit për herë të parë. Ndoshta pas kësaj do të arrijnë edhe me qindra tituj, por megjithatë Majlinda sporti judës do të jenë gjithmonë flamurtar të sukseseve. Po. Është interesante se kur përpara kur shkojnë peje dhe thoshin peja e këtina apo e këtina, tash kurse kur të nisesh me shkuën pejë, te peja në Majlinde sa, edhe kryesisht domethënë faktikisht unë kur e llogarita për me ardhmë pejë për me realizuar emisionin një kafe me la, nëse se ki Majlinde atëherë kur do s'ki boze, Majlinda po identifikohet me pejen, kështu është një gjë e bukur. Por pyetja ime radhës si për këtë mysafir domethënë që ka qenë, a jeni dëshpëruar ndonjëherë për pejes? Po fol ti Majlinda unë. Unë duna me fol, edhe ko me fol, diçka që se kom fol deri sot. Po, duhet. Edhe unë kom fol diçka që s'kom fol kërë sot. Po, ndoshta është momenti me shpalu një detalj. Në qëto 14-15 vitet e fundit, sukseset e nxënësve të mi më kanë shty që pjesën vitale të jetës teme, ose atë pjesën në cilën njerëz punojnë, ja kom kushtu sportit. Judës në veçanti, mirë po sportit në përgjithësi për shumë arsye, sepse me rritjen e nivelit garuzve jom intrigu me njoft edhe legjislacionin apo përkrahjen që e kanë sportistat e këtij niveli në botë. Nduhet ta përmendi, sepse me të vërtet ka bo një punë të madhe. Nuk po bëj marketing politik, se s'jom me PDK, po Memli Krasniqi është një njerë cilin sporti ka me mbajt mend shumë gjatë. Këto po e thëmë që tash ko me thonë edhe në pas 20 vjetëve, e shumë ministra pas ti kanë marrë, tashoj ma kanë me mujtë me bo gjysmën e punës që e ka buaj. Mirë po, ma qite një pyetje për qytetin e pes, po, jem zhgënyu, po une nuk jo maj që kom desh këto me potencu shumë, sepse ka qenë moment i veçantë i knaqësisë, edhe kemi pas qefë si ajo mos mu prish me asë një detalj.
Në qytetin e Pejës, kur kemi arë pas kampionatit botror, si pas me, tash po e thëmë edhe në prezencë kësaj, se normalisht atëherë se kësha thonë se s'kësha dasht me e thy atë moralin e saj, ose atë entuziasmin, ose knaqësinë e fitores, qyteti si qytet, komuna si komun, në rast një rezultati tillë, në çdo shtet fëqinje, në çdo qytet të shteteve fëqinje, e kishin prit me cilësat banesës. Unë këtë pja u thëmë, kjo mundet mu verifiku prej krejt njerëzve, veç le të shohin dy sportistat Serbis në një nën komun të Beogradit, këto e kom ledzu, se nuk e kom shpik, dy sportistave vitin e kalum i ka prit me cilësat banesës. Pavarësisht për krahjes që e ka kjo tash me ligj. Thash ligjin që është aprovu me punën e ministrit, pavarësisht kësaj kom prit që megjithatë një qytet spakut për një sportiste që ky rezultat shumë vështirë ka mu përsërit edhe prej vetë kësaj. Unë këto ja thëmë në prezencë, kjo është e vetëdijshme që ka është mu bo kampion botror, realisht kom qenë i zhgënjur. Këtë ja u kom thonë edhe disa njerëzve që punojnë në komun, edhe faktikisht ka qenë një kohë kur kanë fillu ajo fushata zgjedhore, nuk kom desht me potencu këto se ndërshta i shmarë si përkrahje ose si mirë, po e kom prit një diçka të tillë. Po të thëmë shumë sinqerisht, sepse një sportiste e këtij kalibri të mos shpërblehet prej qytetit që e ka pru titullin e kampionës botrore, i parin histori, jo vetëm të Kosovës, të kuptohem, por një histori edhe të Kosovës edhe të Shqipërisë, se ne e minjon fundit, dy shtete shqiptare i kem, edhe faktikisht kur s'kem pas kampion botror. Po flasim për sporte olimpike, se janë do sporte që për çdo javë bin titujt kampionëve botror, po janë federata që si një kur kush, nuk i njeh asnjë shtet, e dihet që sportet olimpike janë ato që çojnë peshë. Edhe kjo ka qenë zhgënjim, po të thëmë, ma ki qitë një pyetje që ndoshta s'ma ka qitë kur kush në qëto 4-5 muajt e fundit, prej se ka ndodhur një sukses i tillë, jo pse Majlinda nuk ka përfitu edhe materialisht pas këtij suksesi, por megjithatë gjithkush e ka vendin e vet. Edhe ka pas edhe një iniciativë, ato nuk do të them me emra se është ndoshta pak ju falënderuese, prej një televizioni, që gjoja janë lajmëruar disa biznismen, edhe është punë e kryme që Majlindës ju ka siguru një banesë në Prishtinë. Edhe më kanë thonë bajem shef prej Majlindës. Është përmend Oda Ekonomike, është përmend një grup biznismenësh, televizioni është shumë serioz, ai njeri që e mban atë emision është emision shumë serioz, ndoshta nuk është fajti sikur më thon labi nishtënisht që e ki një emision me reputacion, mirë po në fund kjo ka dështu. Edhe pa prit mas 2-3 javësh që është prit me u bo ajo dhe kjo ka qenë befasi për Majlinën. Po unë mbasi që i ka dështu i kom të regu. Edhe faktikisht na kanë rajt. Jo, unë po të thëmë, ndoshta ka marrë një moment dikur që edhe kom i shpalos edhe qysh ka shkur rrjedhshmëria, mirë po me të vërtet ka qenë zhgënjyse. Sepse si pas ti, si kur më thonë ti, qëre, është punë e kryme, banesën Majlindës ja kanë ngrumbullu një grup biznismenash, kjo është në bas që është bo kampione botrore, edhe gjithë shka është në regull, po veç ka mbet gjoja mu precizu edhe me bo kontrate. Edhe ky që u dhejtë emisionin më tha kjo kontratë, dhe sa zbot me letër, unë nuk du m'ju thirë, mos po na zhgënjen. Unë i thash ki kujdes, thash se kom përvojt keqe me njerëz që premtojnë shumë bo, edhe në fund nuk ka ndodhë. Do më thonë që të dy zhgënjime i kom në bas kampionatit botror, ajo e dyta s'ka lidhje me pejen, po në basi që e shpalosa këto që ka komprit prej qytetit, po e shpalosi edhe ato që ka një farforme, është një farloj gjysë mashtrimi aj. Definitivisht. Unë e kësaj në fillim si kom të rëku, po ma vonë i thash dikush është lajmru qështu, edhe në fund ka dështu. Tash kush e qysh, ka me të regu koha. Majlind? Se di, nëse e krahasoj ofertat që këm pas për shteteve tjera edhe sa kisha përfitu në shtetet tjera materialisht edhe e krahason ato me ato që ka marrë në Kosovë, ndoshta njeri veç që aty dëshprohet, do më thonë është hapi i parë. Mirë po, në basë Rios, në basë kampionatit botror, unë e thjesht e ku marrë gjithë qka ashtu me pozitivitet, edhe nuk kom mendu shumë sa kom i marrë këto, qka kom ndodhë këto. Thjesht jem kënaq me që ato që e kom marrë, mirë po, me kalimin e kohës, e sha për shambull që biznismenat më të mëdhej të Kosovës janë prej Pejës edhe
jo shumë prej tëne e kanë marrë do thot mundimin me u taku me neve ose ku ta dion. Sponsori vetëm që e kam prej PES do thot është i Jakull, tash e sa vite, përderisa këta tjerët as që kemi pas kontakt ndonjëherë. Edhe kompania Kajoto, dhe i pronari është i rrethinës PES. Qëta dyti ka sponsor edhe mbas humbjes në Londër, që ka qenë për neve një farë shgënjim ose befasi, më thonë, ata i kanë qëndru besnik. Të më thonë, ja vlen mi përmend, nështë ta pak po boj marketing, po u lidh tema në qatë formë, edhe faktikisht që ta dytë kanë bo, që kjo kanë bjetu si sportiste, po thomë në anën e sektorit privat. Po, tu e marrë parasysh se duhet mjaft për ta mbajtë. Qashtu është? Formën. Kështu si që është? Po, është shumë e vërtet kjo, edhe unë flasë shumë shpesh me garuse, do thot, që janë kategorinë time, që janë shteteve të ndryshme, se sa marrin prej shteteve tyre, që ka përfitojnë, edhe edhim që Kosova është shtet i ri, mirë po, ka dhe në Kosovë forma me cilat munden me u përkras sportistat në përgjithësi edhe jo veçon, mirë po mendoj që në Kosovë ende po e marrin sportin ashtu si fan, si për qef. Mirë po sporti, po mendoj që është ambasadori ma i mirë në çdo shtet ose i një vendi. Krejt e dim që ka bo Djokovic për Serbin, edhe sa e ka ngritat reputacionin e Serbis me tenis, me sport. Edhe e kanë prit Djokovicin që është shumë i pasur me Qilë Sandor. Të kuptohëm, të më thonë një Djokovic cili është multimilioner, që ka pasuni enorme, sepse me të vërtet është yll, edhe është në një sport ku ka shumë, të më thonë sponsor, ka të ardhuna, edhe ai ka marrë banesë në qytetin e Beogradit. Po ato e ka dhonë kryetari komunës ku a jeton, nuk e di saktësisht a ke komuna Vëzhdovcit, a Rakovicit, se këto e kom lexuar në një portal, që Djokovicit edhe një sportiste se cila ka marrë medale në lojra olimpike në sportin e tekfondos, 2 banesa, këto me siguri mundeni dikush kush është kurreshtar me hulumtu. Pikrisht këto ndimat komunës, se mbasi u lidhe me qytetin e PES, më kanë bo që kohën e fundit jom t'ju marrë intenzivisht me përqindjen e ndimes që jepet, se ne kemi marrë model ligjin e sportit Kroacis. Në qytetin e Zagrebit, diku 1 miliard kuna jepen është bugjeti qytetit. 142 milion jepen për sport. Nëse merret në përqindjet, kjo është afër 15% e bugjetit. E me bomi u shpalos, sa jepet në qytet PES, sa është jep, sa jepet në krye qytet, në Prishtinë, në qëto 4-5 vit, jo që është diskriminim, po ajo është ma shumë terror ndaj sportit, ndaj sportista. Mandej po thojnë është rrit kriminaliteti, gjithmonë ka më rrit. Ata njerëz nuk investojnë vetëm në sportistat nivelit majlindjes, ose une pas në fat jom trener një sportistës kulminante, na jem nivel kulminant, mirë po ideja dhe interesi është që fëmijët tanë të merren masovikisht në sport. Apele gjithmonë e bëjmë apele në normalisht se në qoftë se vinë 500 fëmijë me stërvit gjudo, unë e di që pri 500-ve 3-4-5 munden mi mri ato rezultatet kulminante. Po është kënaqësi që ti 500 fëmijë ki në sport. Diku 15%, njëjtën përqindje kisha dhe Spliti. Sa është përqindja e përkraje sportit në komunat PES? Përpara kanë thonë hape një klub, mbyllet një burg. Do më thonë, klubet sportive janë ato cilat rinin e kanalizojnë, do të thotë me boj jetë shnosh, bësa edhe i largojnë tash që është bërë trend prej kompjuterave, prej këtëne telefonave elektronikës, do më thonë se me të vërtet ajo po e shoh edhe me fëmijët e mi që ka nisë mu bo një problem serioz, sepse fëmijët prej moshës 2 vjeçare e ma tutje shumicën e kohës e kalojnë në kompjutera. Më thonë, këtë problem, kur ma kanë paraqit trenerat e shteteve tjera para 6-7 vite, më thëshin e kini letë në Kosovë, se i kini ende fëmijët që rritën në rrugë. Do thotë jona si fëmijë që mësohen me luftu, qysh në rrugë, ashtu si me lojnë atë fëmijëve. Mirë po tash s'kema si. Fëmijët që më vinë tash në klub me më stërvit shumica, unë ju thëmë jeni pudinga. Më thonë njën fëmijë të rritu ma fër kompjutere. Pudinga. Realisht. Dhe me një vërsh po. Unë e di që faktikisht PEA ka nevoj shumë që t'jap kontribut edhe të bën për sportin, duhe marrë parasysh se gjithmonë është investu për para në sport edhe në kulturë. Por
Na një parmyre peja e gëzën edhe një natyrë të pastër që e ka, një ajrë të pastër që e ka gryke në Rrugovës, që unë po flasë ndoshta edhe bisedova edhe me kryetarin që duhet me konë një organizim, një mobilizim bashkë me qeverisën aktuale, se da është që me bo diqka, ma shumë që mu gjadhërua ajo pjesë atje. Kur gjadhëruat ajo pjesë, jo vetëm për Majlindën, po për secilin prej sportisave të Kosovës mundet me qenë një pjesë jashtë normave që mundet mu shfrytzu, që mundet ndoshta edhe për vendeve tjera me pas për me ardhë, për me shfrytzu pikrisht Rrugovën për stërvitje që bohen gjithka. Pret, toni që ka më përmirësu diçka dhe keni me mujtë me pas edhe ju, vedë me tonë një bazë në gryk të Rrugovës që me pas një vend për stërvitje për gjitha. Është e vërtet, në çdo vit diku 3-4 herë në vjet shkojmë në rroglla të Slovenisë. Nalësia mbitjetare është diku afër 1500 metra. Edhe unë 2-3 herë kur e kom postu në Facebook që jemi në përgatitje bazike, do të thotë atje ku kem nevojë nalësi mbi afër 1500 metra, çush e bëju në plan programin, do të thonë kur kem nevojë pak për oksigjen. Adin shok, dashamir kanë thonë pse s'pi shfrytëzon Rrugovën që e kemi shumë afër edhe për mua shumë interesant mos më shku në Sloveni, se për mua çdo udhtim tash e tutje pothuaj se është një lloj mundimi. Po, mundim. Se është nuk po shkoj për çef, po shkojmë për punë. Edhe po është e vërtetë që Rrugova është e mirë, është e vërtetë që Rrugova është ndoshta ajo që pejen e bën të bukur që i ka krejt kushtet mu bo qendra olimpike, por megjithatë infrastruktura nuk qëndron. Faktikisht na kem nevojë me pas infrastrukturë. Në qatë hotel ku shkojmë në rroglla, ki dhoma cilat janë speciale për shembull për akomodim në kushte shumë të vështira. Ata ta bojnë një dhomë speciale, thot i ki kushte tash sikur me qenë në 3000 metra në alësi mbitjetare, që për përgatitjen e saj kulminante është jetike. Domethënë janë disa gjëra të cilat edhe nuk kushtojnë qatë shumë, unë po besoj që na si shtet i ri, që kem pas ndoshta prioritete shumë dhëmshme, më thonë, sepse kem pas njerëz që kanë humbë luftë, ma të dashurit e familjes, ma ndaj gjymtyrët, ma ndaj njerëz cilët është shtet i ri dhe jemi të varfër, por megjithatë dal nga dal po shoh që prioritetet duhet mu ndrru. Ndoshta një ndër prioritetet kryesore duhet jetë edhe investimi në këto bjesh, sepse ajo gjeneron mandej edhe mjete materiale, nuk është ajo veç po e ndërtojmë edhe humbë, sepse Rrugova po shihet disa që kanë investu objekte të vogla private cilat nuk i plotësojnë kushtet optimale për flas për sport. Megjithatë ka plot njerëz që po e vizitojnë. Kjo është një parashenjë që ja vlen investu shumë seriozisht. Tash ti llogaritë derisa ju personalisht shkoni drejt atje, drejt Slovenisë. Pse çka ka ata për shembull, edhe ata janë kurioztar për shembull prej Slovenisë, më thon, hajde po vim deri këtë anën tjetër, po vim deri në Rrugovë, po kthyerim çu doket. Ka shumë të interesuar, ka shumë të interesuar që kishin ardhur. Po megjithatë infrastruktura duhet mu rregullu. Okej. Unë e di që po t'ju ndali edhe kemi edhe shumë çka për të biseduar edhe për të fol. Unë po ju falenderoj përzemërsisht, faleminderit shumë që jeni pjesë e misionit Një kafe me labin, sot ju lumt, Majlind, mos u ndal kur mos u ndal. Toni, shpresojmë që të bëhen dhe vinë ditë më të mira, që mos dëshpërohem për atëve që presim. Jo, dëshpërimi është gjithmonë i fundit, ndoshta prej dëshpërimit gjithmonë dali më të fortë. Ne jemi të njoftun si popull i cili nuk dorëzohet pavarësisht peripetive dhe sfidave që na presin, nuk do dorëzohem, unë po më vjen pak keq që ndoshta ja mora kohën e shumt, se normalisht Majlinda është desht me fol më shumë se unë, mirë po pyetja jote ke pak si marrë të lloj sistemin edhe më shtini me fol pak më shumë. Faleminderit shumë, jem të privilegjuar që jemi mysafir të juaj. Majlinda këtë periudhën e fundit o lodh më të fol. E kena lodh. Mbas shumë emisioneve kesh ma e qetë. Kështu që unë për të falenderoj, faleminderit shumë, inshallah veç për të mira takohemi. Faleminderit shumë edhe ty dhe shumë fat në emision. Faleminderit. Toni, faleminderit.